Pushimet verore shoqërohen shpesh me udhëtime kur shumë qytetarë zgjedhin të marrin me vete edhe kafshet e tyre shtëpiake. Nisur nga ky fakt, veterinerët bën thirrje që gjatë transportit të treguohet kujdes, pasi temperaturat e larta dhe përdorimi i papërshtatshëm i kondicionerit mund të rrezikojë shëndetin e tyre. Sipas mjekut veteriner Rubin Peranaj, një nga gabimet më të zakonshme është vendosja e kafshëve pranë daljeve të ajrit të ftohtë, çka mund të sjellë pasoja për frymarrjen apo lëftoje të organizmit. Kafshët mos mahen në pjesë ku fryn kondicioneri i makinës pafundësisht, sepse në shumë raste kemi pas raste klinike të cilët kafshë na kanë ardhur me asfiksi. Pra kondicioneri, sepse kafsha në momentin që kërkon mu fresku, pra ka një temperaturë më të lartë në makinë, i afrohet shumë pjesës fryrëse të kondicionerit dhe automatikisht kalojnë në asfiksi nga gazi i kondicionerit. Pra shumë rëndësishme që kafsha në makinë të qëndrojnë në ambient kondicionuar ashtu siç rrim ne, po të mos afrohen dhe kryesisht të ndodhin në pjesë e kamëve të pasagerëve. Pra kur kafshët qëndrojnë te pjesa e kamëve të pasagerëve, ku fryn kondicioneri poshtë dhe kafshët na kanë ardhur me shumë raste me asfiksi. Përveç mbajtjes në një pozicion jo drejt për drejt ndaj rrymës së kondicionerit, gjatë udhëtimeve të gjata këshillohet që kafshët të kenë ujë të freskët në dispozicion, të bëjnë ndalesa periodike kur është e mundur dhe të mos lihen asnjëherë vetëm brenda automjetit të mbyllur, qoftë edhe për pak minuta. Respektimi i këtyre masave të thjeshta ndihmon që udhëtimi të jetë i sigurt dhe pa probleme shëndetësore për kafshët shtëpiake.